Presidenti Amerikan Donald Trump, duke folur nga forcat ajrore para gazetarëve, u shpreh se ishte i gatshëm të bënte një marrëveshje për uljen ose heqjen e tarifave për importet e vendeve të tjera, pavarësisht se sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, dhe të tjerë më herët thanë se tarifat nuk do të ndryshoheshin. Tarifat na japin fuqi të madhe për të negociuar, tha Trump. Gjithmonë i kam përdorur, madje e kam përdorur shumë mirë në administratën e parë. Megjithatë, tani ne po e çojmë atë në një nivel krejtësisht të ri, sepse është një situatë mbarbotrore dhe shumë emocionuese ta shohësh, është shprehur Trump. I pyetur nëse është i hapur për të negociuar me vendet që dëshirojnë, ai u përgjigj. Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. Varet, nëse dikush thotë se do t'ju japim diçka kaq fenomenale, atëherë mirë. Ndërkohë, sekretari amerikan i tregtisë është shprehur se nuk ka asnjë shans që presidenti Trump të tërhiqet nga tarifat e tij. Udhëheqësit botror po mendojnë kundër përgjigjet e tyre ndaj tarifave historike të Trumpit, disa prej të cilave kanë hyrë në fuqi këtë të shtunë, dhe të tjera hynë më 9 prill. Kina, e cila do të goditet me një normë tarifore prej 54%, i kërkoi SBA-s që të anulojë menjëherë masat e saj të njanshme tarifore dhe të zgjidhë siç duhet dallimet me partnerët e saj tregtar përmes dialogut të barabartë.